Imagjinoni do të dhimbjen kur humbni një pjesë të shpirtit tuaj, kur çdo mëngjes zgjoheni me një boshllëk në zemër që nuk mbushet kurrë. Sot do të ndaj me ju historinë më të dhimbshme dhe njëkohësisht më të bukur të jetës sime. Historinë e një humbje që na shkatroi si familje dhe një gjurmë shprese që na mbajti gjallë për dekada të tëra. Para se të filloj, dua t'ju pyes diçka. A do të dorëzoheshit ndonjëherë duke kërkuar dikë që e doni? Apo shpresa nuk ka afat skadence? Shkruajini në komente mendimin tuaj, sepse kjo histori mund t'ju ndryshoj perspektivën për gjithçka. Le të fillojmë nga fillimi. Kishte aroma vjeshte në ajër atë mëngjes. E mbaj mend sikur të ishte dje, edhe pse kanë kaluar aq vite sa nuk i numëron më as koha. Era e freskët e mëngjesit përzihej me aromën e bukës së pjekur që vinte nga furra e lagjes. Unë isha në obor, duke luajtur me makinat e mia të vogla të drorit, ndërsa motra ime, Elira, kërkonte të dilte jashtë portës së shtëpisë. "Mami, mund të shkoj deri te Zana, vetëm 5 minuta." Thirrja ajo me atë zë të saj të hollë, plot jetë. Nëna ishte duke tharë rrobat në balkon. E shoh ende siluetën e saj duke u përkulur mbi shportën e rrobave. "Mos largo shumë vajza ime dhe ktheu shpejt." Elira më hodhi një vështrim dhe më buzëqeshi. Kishte 2 dhëmb përpara që i mungonin dhe kur buzëqeshte, i dukej aq e vogël, aq e pafajshme. "Do vi shpejt vlla, pastaj luajmë së bashku, po?" I thash po me kokë, pa e ditur se ato do t'ishin fjalët e fundit që do të dëgjoja nga goja e saj për dekada të tëra. Iku me vrap. Këpucët e saj të kuqe sportive bënin zhurmë në kaldrëm. I dëgjova hapat duke u larguar, pastaj heshtje. Nuk e di sa kohë kaloi. Ndoshta 1 orë, ndoshta më shumë. Nëna thirri nga balkoni. "Elira, hajde brenda, është koha e drekës." Por asnjë përgjigje. U ngrit dhe shkoi deri te shtëpia e familjes së Zanës. Trokiti. Zana erdhi në derë me nënën e saj. "Elira nuk ka ardhur këtu sot," tha gruaja me një shprehje konfuze. "Mendova se ishte me ju." Dhe atje filloi koha më e errët të jetës sonë. Nëna filloi të vrapoi në përlagje duke thirrur emrin e saj. Unë isha akoma në obor, duke e parë nënën time duke u shndruar në një grua që nuk e njihja. Fytyrën e kishte të bardhë, duart i dridheshin dhe zëri i saj u bë një brit që e dëgjuan të gjithë fqinjët. "Elira, Elira, ku je?" Babai erdhi vrap nga puna. Ishte duke punuar në një kantier ndërtimi jo larg. Kur dëgjoi lajmin, dukej sikur I kishin thyer të gjitha kockat një herësh. U lëshua në gjunjë përpara shtëpisë dhe goditi tokën me grushta. "Jo, jo, jo, jo," thirri. "Ku është vajza ime?" Brenda disa orësh, I gjithë fshati ishte në këmbë. Burrat formonin grupe kërkimi. Gratë qëndronin me nënën time, duke u përpjekur ta qetësonin, por ajo nuk dëgjonte askënd. U lërinte, dhe ulërimat e saj I dëgjoja edhe në ëndra për vite me radhë. Policia erdhi. Pyetën të gjithë. Kush e pa për herë të fundit? Çfarë kishte veshur? Me kë ishte? Por askush nuk ishte parë asgjë. Asnjë gjurmë, asnjë dëshmitar. Sikur toka e kishte glabjerur motrën time. Atë natë, shtëpia jon u shndrua në një var I gjallë. Nëna e babai nuk flinin. Unë po ashtu. Çdo herë që mbyllja zyt, e shihja Elirën duke vrapuar me ato këpucë të kuqe. E shihja duke buzëqeshur, e dëgjoja duke thënë, "Pastaj luajmë së bashku, po?" Dita të tëra kaluan. Pastaj javë, pastaj muaj. Kërkimet vazhduan, por pa rezultat. Shpresa filloi të zbehte, por jo tek prindrit e mi. Ata nuk dorëzoheshin. Nëna çdo mëngjes ngrihej dhe dilte në portë, duke pritur, duke shpresuar se ndoshta sot do të jetë dita kur vajza e saj do të kthehet. Por dita nuk erdhi kurrë. Uajt u bën vite, dhe shtëpia jon nuk ishte më e njëjta. Muralet e domës së Elirës nuk u prekën, gjërat e saj mbetën ashtu si I kishte lënë. Lodrat, veshjet, edhe librat e vogël me përralla. Nëna e pastronte dhomën çdo ditë, por askush nuk guxonte të hynte brenda përveç saj. Unë rrita duke jetuar me një fantazëm, me kujtimin e një motre që e njihja aq pak, por që më mungonte aq shumë sa më dhëmbonte gjështi. Fëmijët e tjerë në lagje kishin vëllezër dhe motra me të cilët luanin, grindeshin, qeshin, por unë kisha vetëm fotografi.
fotografi të zverdhura që i shihja çdo natë para se të flija. Në njërin prej tyre, Elira ishte duke mbajtur një kukull. Në një tjetër, ishim së bashku, duke ngrënë akullore. Ajo kishte akullore me çokoladë, unë me lëng, duke i kaq e vogël, aq e pafajshme. Lumtur, dhe unë isha xheloz në atë moment, sepse akullora e saj ishte më e madhe se imja. Sa e vogël që dukej tani kjo xhelozi, krahasuar me atë që humba. Babai ndryshoi më së shumti, nga një burr plot energji dhe humor, u bë një hije. Shkoi në çdo qytet, në çdo fshat përreth, duke shpërndar fotografitë e Elirës. E keni parë këtë vajzë? Pyeste. Njerëzit tundin kokën me mëshirë, për askush nuk kishte përgjigje. Një herë, kur isha adoleshent, e shoqërova babain në një nga këto udhëtime. Shkuam në një qytet të largët, ku dikush kishte raportuar se kishte parë një vajzë që i ngjante Elirës. Udhëtuam me orë të tëra. Kur arritëm, ishte një keqkuptim. Vajza nuk ishte motra ime. E pash babain duke qarë atë ditë për herë të parë. Ishim duke pritur autobusin për të kthyer, dhe ai po qante në heshtje, lot të heshtur që i rrëshqisnin nga faqet. Nuk foli asnjë fjalë, por ndjeva dhimbjen e tij si ta kishte timen. Babi, i thash, do ta gjejmë një ditë. Ai më shikoi me sy të kuq dhe buzëqeshi se lehti. Shpresoj, bir, shpresoj. Por shpresa, e di tani, është si një qiri që digjet në erën e fortë. Ndonjëherë ndriçon shumë, ndonjëherë gati shuhet, por nëse e ruan me kujdes, nuk vdes kurrë. Nëna gjeti ngushëllim në besim, filloi të shkonte në kish çdo ditë, lutej me orë të tëra. Unë shpesh e shoqëroja, e shihja duke mbajtur një foto të vogël të Elirës në duar, duke përshpëritur lutje. Ruaje atë, kudo që është, ktheje tek ne. Vetëm kaq kërkoj. Një ditë më tha, e di që është gjallë, nuk e di si, por e ndjej. Nënat din këto gjëra, bir. Zemra ime më thot se ajo është diku, duke menduar për ne, ashtu siç ne mendojnë për të. Dhe kështu kaluan vitet. Unë u rrita, shkova në shkollë, u bëra i rritur, por çdo ditëlindje, çdo fest, çdo moment i lumtur kishte një hije qark, një vend të zbrazët në tryez, një emër që nuk përmendej, por që ishte gjithmonë i pranishëm. Miqt më pyesnin ndonjëherë, a ke vëlla ose motra? Kam një motër, u përgjigj, por është larg. Nuk tregoja më shumë, ishte shumë e dhimbshme. Me kalimin e kohës, edhe njerëzit më dashamirës filluan të heshtnin, nuk pyesnin më, nuk flisnin më për Elirën. E shihnin dhimbjen tonë dhe nuk donin ta rihaponin plagën, por çfarë nuk e kuptonin ishte se plaga nuk u mbyll kurrë. Ajo ishte aty, e hapur, duke gjakosur në heshtje. Babai filloi të pinte, jo shumë në fillim, vetëm për të fjetur natën, por me kalimin e viteve u bë më keq. Nëna u përpoq ta ndalonte, por ai thoshte, më lër grua, më lër të harroj për pak orë. Por alkooli nuk të bën të harrosh, të bën vetëm të ndjesh më shumë dhimbje. Një natë, kur isha tashmë në të 20-tat, gjeta babaun duke qari në dhomën e Elirës. Ishte ulur në krevatin e vogël të saj, duke mbajtur një kukull të vjetër. Ajo do t'ishte e rritur tani, do t'ishte më e bukur se çdo vajzë në botë, do t'kishte dashor, ndoshta fëmijë, dhe unë do t'isha gjysh. I vura dorën në supë, por nuk dija çfarë të thoja. Çfarë mund të thuash një njeriu që ka humbur shpresën? Nëna ishte më e fortë, ose të paktën dukej kështu. Vazhdonte rutinën e saj, pastronte, gatuante, shkonte në kish. Por një ditë kur hyra në shtëpi pa pritur, e gjeta duke qarë në kuzhinë. Ishte duke gatuar supën e preferuar të Elirës. Ndoshta një ditë do ta haj përsëri, ndoshta do të kthehet dhe do ta kujtoj shijen. Që atë moment kuptova se edhe nëna ime po shkatrohej, zemse që ajo po e fshihte më mirë. Unë po përpiqesha të jetoja jetën time. Gjeta punë, krijova marrëdhënie, u përpoqja të jem normal, por çdo gjë që bëja kishte një hije. Çdo moment i lumtur ishte i papërfunduar, sepse Elira nuk ishte aty për ta ndarë me mua. Kur u fejua, nëna më tha, ajo do t'ishte kaq e lumtur, do t'ishte nusja më e bukur në dasmën tënde. Por dasma erdhi pa të, dhe edhe pse ishte një ditë e lumtur, ishte gjithashtu e mbushur me një trishtim që nuk mund ta përshkruaja. Vitet vazhduan të kalonin. Dekada e parë pa Elirën u bë e dyta, pastaj e treta. Babai vdiq kur unë isha në të 40-tat. Zemra e tij dha fund, por e di se nuk ishte zemra që e vrau, ishte dhimbja. Në shtratin të vdekjes më tha, kujdesu për nënën tënde,
dhe nëse e gjën ndonjëherë motrën tënde, thuaj që e dua, thuaj që çdo ditë të jetës sime mendova për të. Premtova, edhe pse nuk e besoja se do ta gjeja ndonjëherë. Nëna jetoi edhe 20 vjet pas babait. Në vitet e fundit filloi të humbas kujtesën. Demenca erdhi ngadalë, por me një mituri të pashpirt. Filloi të harronte gjëra të vogla, pastaj gjëra më të mëdha, por një gjë që nuk harroi kurrë ishte Elira. "Ku është vajza ime?" pyeste çdo ditë. "Pse nuk vjen?" "Do të vi së shpejti, mami," i thoja, edhe pse fjalët më diqnin gojën. Një ditë, pak para se të vdiste, më thirri pranë saj. "E di ku është," tha me një zë të dobët. "E di që është gjallë, dhe ti do ta gjesh. Premtoj që do ta gjesh." "Premtoj, mami, premtoj." Vdiq me buzëqeshtje në buzë, si të kishte parë diçka që unë nuk e shihja. Pas vdekjes së saj, unë ndjeva i humbur. Prindrit e mi të dy kishin ikur. Elira ishte zhdukur prej dekadash. Isha i vetëm, fëmijët e mi ishin të rritur, jetonin jetën e tyre, dhe unë isha një njeri i moshuar që barte një dhimbje që kishte filluar kur isha fëmijë. Mendova të dorëzohesha, mendova se ndoshta ishte koha të lëshoja, por pastaj ndodhi diçka e çuditshme. Një ditë mora një letër. Ishte nga një organizëm bamirësie që punonte me persona të zhdukur. Kishin gjetur dosjen e Elirës në arkivat e vjetrar dhe po hapnin përsëri rastin. Teknologjia kishte përparuar, shpjegonin. Kishin mjete të reja për të analizuar ADN-n dhe po kërkonin familjet e personave të zhdukur për të dhënë mostrat e tyre. Për një moment zemra më pushoi së rrahuri. Pastaj filloi të rrahte aq fort sa mendova se do të plas. A ishte e mundur? Pas aq vitesh? A mund të kishte shpresë edhe pse kisha humbur çdo gjë? U paraqita në zyrën e tyre javën e ardhshme. Dhash një mostër gjaku. Pyeta sa do të zgjaste procesi. "Mund të zgjas muaj," than. "Mund të mos gjejmë asgjë, por do të përpiqemi." Dhe unë prita. Çdo ditë ishte një përpjekje. Çdo telefonat që merrja, zemra më ngrihej në fyt. Çdo email që hapja, mendoja, mos vallë është ky? Muajt kaluan, dhe pastaj, një mëngjes dimri, erdhi telefonata. "Kemi gjetë diçka," tha zyri në anën tjetër të linjës. "Kemi një përputhje të mundshme. Ju lutemi, e jani në zyrë sa më shpejt që të mundeni." Nuk e di si arrit atje. Nuk e mbaj mend udhtimin, mbaj mend vetëm se shkova, dhe kur hyra në zyrë, një grua me shprehje serioze më priti. "Kemi gjetë një përputhje ADN-je," tha. "Ka një grua që ka bërë një test gjenetik për të zbuluar origjinën e saj. Testi tregoi se ka lidhje gjenetike me ju, një lidhje shumë të afërt, motrën." Nuk mund të flisja, vetëm shikoja, dukej sikur fjalët nuk kishin kuptim. A është e gjallë?" arrit këtë pyes. "Po, është e gjallë dhe ka dhënë pëlqim që t'ju kontaktojmë." Bota rrotullohej. Ndjeva si të isha duke ëndrruar, si të isha fëmijë përsëri, duke shikuar motrën time duke vrapuar me këpucët e kuqe. "Ku është? Si është? Çfarë i ka ndodhur?" Gruaja më ul përballë dhe filloi të shpjegoj. Elira kishte jetuar një jetë të tërë në një vend tjetër. Ishte rrëmbyer atë ditë nga një çift që nuk mund të kishin fëmijë. I kishin marrë dhe ishin larguar shpejt nga rajoni. I kishin ndryshuar emrin, i kishin thënë se ishte fëmia e tyre. Ajo kishte rritur duke besuar se ishin prindrit e saj të vërtet, por me kalimin e viteve kishte filluar të dyshonte. Nuk i ngjante askujt në familje, nuk kishte asnjë kujtim nga foshnjëria e hershme. Dhe çdo herë që pyeste për të kaluarën, prindrit e saj adoptues biheshin të shqetësuar dhe ndryshonin temën. Kur adoptisi i saj, burri që e kishte rrëmbyer, vdiq, gruaja që e kishte rritur i tha të vërtetën. I tha se nuk ishte e tyre, se e kishin marrë nga një vend të largët dhe se nuk dinte asgjë më shumë. Elira ishte shkatruar. E gjithë jeta e saj ishte një gënjeshtër. Nuk e dinte se kush ishte, nga vinte, nëse kishte familje dikund që po e kërkonte. Kështu që vendosi të bënte një test ADN-je, duke shpresuar se ndoshta do të gjente përgjigje. Dhe përgjigjet erdhën. Gruaja në zyrë më dha një numër telefoni. Ajo do të dëshiroj të flas me ju, por jeni të butë. Është një shok për të dy. Duart më dridhishin kur mora telefonin. Çfarë i thua një motre që nuk e ke parë prej 40 vjetësh?
Çfarë i thua dikujt që je dashuruar ta gjesh gjithë jetën, por që tani nuk të njeh? Thirra numrin. Zuri 2 herë. Pastaj një zë femërore u përgjigj. Alo? Dhe aty ndaloi bota. Nuk mund ta shpjegoj. Ishte sikur të dëgjoja një melodi që e kisha harruar, por që zemra ime e njihte. Ishte sikur kohëzgjatja u mbyll dhe ajo fëmijë 7 vjeçare ishte përsëri përpara meje. Elira? Thash. Zëri më dridhet. Heshtje. Pastaj një frymarrje e thellë. Po? Unë jam Elira, edhe pse më thirrni ndryshe gjithë jetën. Unë jam vëllai yt. Unë jam ai që ka luajtur me ty në oborr. Unë jam ai që të ka kërkuar gjithë jetën. Dëgjova një tingull, një psherrëtim e cila u shndrua në qarje të thellë shkatërruese. Më keni kërkuar? Keni menduar për mua? Çdo ditë të jetës sime. Folëm për orë të tëra. Ajo më tregoi për jetën e saj, si kishte rritur duke menduar se ishte dikush tjetër, si kishte ndjenjën e një boshllëku që nuk e kuptonte, si kishte ndëruar për një familje që nuk e njihte, por që e donte thellë, pa e ditur pse. Dhe unë i tregova për prindrit tanë, për baban që vdiq duke kërkuar për të, për nënën që qau çdo mëngjes në portë duke pritur, për vitet që kaluam në dhimbje. Më vjen keq, tha ajo duke qarë. Më vjen kaq keq që nuk isha aty. Nuk është faji yt, i thash. Nuk ke bërë asgjë keq. Ti je viktima e gjithë kësaj. Vendosëm të takoheshim. Ajo jetonte në një vend të largët, por asgjë nuk mund të na ndalonte. Organizuam një takim brenda një jave. Aeroporti ishte i mbushur me njerëz, por unë e pash më një herë. Qëndronte pranë një shtylle, duke shikuar përreth me nervozizëm. Ishte një grua në të 50-tat, me flokë dështenj të përziera me gri. Vishte një ballto blu dhe mbante një çantë në duar. Por kur sytë tanë u takuan, e pash atë vajzë 7 vjeçare, e pash buzëqeshjen me dhëmbët që mungonin, e pash të vrapoj me këpucet e kuqe. U afrova ngadalë, ajo po ashtu, dhe kur ishim vetëm 1 metër larg njëri tjetrit, ndaluam. Ti je, fillon ajo. Po, unë jam. Dhe atëherë ajo bëri diçka që nuk e prisja. Më përqafoi me një forcë që gati më rrëzoi. Dhe qau si fëmijë. Më munguat, tha me slotësh. Nuk ju njihja, por më munguat. Çdo natë ndërroja për një vëlla, dhe tani je këtu. E përqafova fort. Edhe unë të mungova, më shumë se ç'mund ta imagjinosh. Ndem atje në mes të aeroportit duke qarë në krahët e njëri tjetrit. Njerëzit kalonin përreth duke na shikuar me kuriozitet, por nuk na bënte dallim. Bota mund të ishte shkatëruar atë moment dhe ne nuk do ta vrenim. Shkuam në një kafe pranë, folëm për orë të tëra. Ajo më tregoi gjithçka, si e kujtonte vaglu me ditën e rrëmbimit, si një burrë e kishte marrë nga e dora dhe i kishte thënë se nëna e saj e kishte dërguar ta merrte, si ajo, duke qenë fëmijë, i kishte besuar. Mbaj mend se qaja shumë atë ditë. Kërkoja për ty, për mamen, për baban, por burri më thoshte se ju ishit larguar, se nuk do të kthehesha më. Me kalimin e kohës, harova, ose më sakt, më bën të haroj. I rrefeva për prindrit tanë, për baban që vdiq me zemër të thyer, për nënën që qau çdo ditë, për vitet që kaluam në hijen e mungesës së saj. Dua t'i takoj, dua të shkoj në varrin e tyre. Do të shkojmë së bashku, i thash. Disa ditë më vonë udhëtuam në qytetin ton të lindjes. Shtëpia ku ishim rritur akoma ekzistonte, edhe pse tani jeton një familje tjetër. Shkuam dhe u ndaluam përpara portes. Kjo është? Pyeti Elira, me zë të mpir. Po, kjo është shtëpia jon. Ajo shikoi dhomën në katin e dytë. Cilat ishin dhomat tona? Ajo atje ishte jotja, thash duke troguar, dhe ajo pranë ishte imja. Lot rëshqitën nga faqet e saj. Nuk e mbaj mend asgjë. Doja ta mbaja mend, por nuk mundem. Nuk ka gjë, i thash. Do të krijojmë kujtime të reja. Pastaj shkuam në varrez. Qëndruam përpara gurve të marmor të nënës dhe babait. Elira ra në gjunjë dhe preku emrat e gdhendur. Më falni, pshereti. Më falni që nuk isha aty. Më falni që nuk ju pash për herë të fundit.
Më falni që ata të falin, thash duke ulur pranë saj, dhe të duan. Kudo që janë të lumtur që je gjallë, që je këtu. Ndenjëm atje për orë të tëra. Elira u foli prindërve tanë, u rrëfeu për jetën e saj, u kërkoi falje për gjëra që nuk ishin faji i saj, dhe qau me një dhimbje që vinte nga thellësia e shpirtit. Kur u ngritëm për të ikur, ajo më pyeti: "A mendon se na dëgjojnë?" "Po," thash pa hezitim, "të garantoj se na dëgjojnë dhe janë të lumtur. Për herë të parë në dekada, janë me të vërtet të lumtur." Atë mbrëmje shkuam te varri i babait. Kishim marrë lule të bardha që ishin të preferuarat e nënës son. Elira i vendosi ngadalë pranë gurit të varrit dhe u ul në tokë. "Babi," filloi ajo me zë të lëkundur, "nuk e di nëse më dëgjon, nuk e di nëse më njeh akoma, por unë jam këtu. Jam Elira, vajza jote që humbe kaq kohë më parë." Duart më dridheshin ndërsa e shikoj motrën time duke folur me një njeri që nuk e kishte parë kurrë si e rritur. Ishte një skenë kaq e dhimbshme, kaq e bukur, sa nuk mund të mbaj lotët. Më thanë se më ke kërkuar kudo, se nuk u dorëzove kurrë, se vdiqe duke menduar për mua, dhe më vjen aq keq që nuk isha aty, që nuk mundëm të them se je babai më i mirë në botë, edhe pse nuk të mbaj mend. U përkul dhe puthi gurin e ftohtë të marmort. "Të dua, babi, edhe pse nuk të njoh, të dua, sepse zëri i zemrës sime më thot se ti ishe njeriu më i mirë që kam njohur ndonjëherë." Pastaj shkuam te varri i nënës. Elira ishte akoma më e shkatëruar. "Mami," tha duke qarë hapur, "më thanë se çdo mëngjes dilte në portë dhe priste që unë të kthehesha, dhe unë kurrë nuk erdha. Sa dhimbje duhet kesh ndjerë, sa nete duhet kesh qarë." Hodhi kokën mbrapa dhe shikoi qiellin. "Por tani jam këtu, mami. Erdha, vonë por erdha, dhe premtoj se do t'jem ajo vajza që ti ke dashur gjithmonë. Do t'jetoj për ty, do t'jetoj për babin, do t'jetoj për të gjitha ata vite që humbëm." Qëndrova pranë saj derisa nuk ishte më lot për të qarë, derisa zëri i saj u bë i mekër dhe i lodhur, dhe kur më në fund u ngrit, më shikoi me sy të skuqur dhe tha: "Faleminderit që nuk u dorëzove, faleminderit që më gjete. Ti je motra ime," i thash. "Asgjë në këtë botë nuk do të më bënte të pushosha se kërkuari." Javët që pasuan ishin si një ëndër. Elira erdhi në shtëpinë time, takoi fëmijët e mi, niprit dhe mbesat që ajo nuk i njihte. Ishte një moment magjik kur u takuan. Fëmijët e mi ishin të habitur. "Kjo është teze Elira?" pyeti vajza ime më e vogël. "Ajo për të cilën na tregon gjithmonë?" "Po," thash, duke buzëqeshur. "Kjo është ajo." Elira i përqafoi të gjithë me dashuri. "Më falni që nuk kam qenë pjesë e jetës suaj, por tani jam këtu dhe do t'jem gjithmonë." U ulëm të gjithë në tryeza të mbrëmje. Gatuam së bashku, qeshëm, tregonim histori. Për një moment, kishte një normalitet që nuk e kisha ndjer kurrë. Kishim një familje të plotë. Motra ime ishte aty, fëmijët e mi e njihnin, ishim të gjithë së bashku. Por natyrisht, kishte edhe momente të vështira. Elira shpesh ngatërohej me emocione. Një ditë e gjeta duke qarë në kuzhinë. "Çfarë ndodhi?" pyeta me shqetësim. "Gjithçka. Kam humbur kaq shumë, prindrit tanë, fëmijërinë time, të gjitha këto vite me ty. Si mund ta kompensoj këtë? Si mund të kthej tohën?" "Nuk mund," i thash duke e përqafuar, "por mund të fillojmë nga tani. Nuk është nerë të vonë për të qenë familje." Dhe ngadalë, cop për cop, filluam të ndërtonim një lidhje. Elira më tregoi për jetën e saj, për adoptuesit që e kishin rritur, për faktin se edhe pse e kishin rrëmbyer, ata e kishin rritur deri në moshë 18 vjeç. Kishin trajtuar mirë në një farë mënyre. I kishin dhënë arsim, dashuri sipërfaqësore, por asnjëherë nuk i kishin thënë të vërtetën. "Gruaja që më rriti vdiq para se të bëja testin ADN-s," tha Elira. "Në shtratin e vdekjes më tha se më vinte keq, se burri i saj më kishte marrë pa dijen e saj, dhe kur e zbuloi, ishte tashmë vonë. Ajo nuk guxoi të më kthente, sepse kishte frikë nga burri. Pra, jetoi me fajin gjithë jetën." "Dhe ti si e ndjen këtë?" pyeta. "Nuk e di," pranoi ajo. Ajo më donte, në mënyrën e saj, por ajo dashuri ishte ndërtuar mbi një gënjeshtër. Ndërse dashuria jote, dashuria e prindërve tan, ishte e vërtet, ishte e pastër.
Dhe kjo bën gjithë ndryshimin. Një ditë vendosëm të shkojmë në shtëpinë ku ajo kishte jetuar me adoptuesit. Ishte një udhëtim i gjatë, por donte ta bënte. Dua që ti ta shohësh, tha. Dua ta kuptosh se ku kam qenë gjithë këto vite. Kur arritëm, shtëpia ishte e vogël, modeste. Elira më qoi brenda. Dhoma e saj ende ekzistonte, por tash më bosh. Këtu kam jetuar, tha. Këtu kam rritur duke menduar se isha dikush që nuk isha. Preki muret, dritaret, sikur po kërkunte të gjente copëzat e identitetit të humbur. Këtu kisha ëndra të çuditshme. Ëndroja për një vëlla që luante me mua, për një shtëpi me obor, për një nën që gatuante supë me erë mrekulluese. Mendoja se ishin vetëm ëndra, por tani kuptoj se ishin kujtime. Ishin kujtime, konfirmova. Trupi yt, shpirti yt kujtonte, edhe kur mendja jote kishte harruar. Një nga momentet më të vështira ishte kur Elira donte të takonte njerëzit që e njihnin si fëmijë. Shkuam në lagjen tonë të vjetër dhe gjetëm disa fëmijë të moshuar që ende jetonin aty. Zonja Vera, një grua që kishte qenë miku më e mirë e nënës son, erdhi në derë kur trokitëm. Ishte tani shumë e vjetër, me shpinë të lakuar dhe sy që mezi shihnin. Por kur i tham se kush ishte Elira, syt ju mbushën me lot. Elira e vogël? Tha me zë të dridhur. Jo, nuk mund të jetë e vërtet. Është e vërtet, i thash. Motra ime u gjet. Zonja Vera e përqafoi Eliran me forcë. Fëmia im i dashur. Nëna jote qau për ty çdo ditë të vetme. Elira qau në krahët e asaj gruaje të vjetër. Më vjen kaq keq. Ti nuk ke pse të kërkosh valje, tha zonja Vera duke e puthur në balli. Ti ishe viktima, dhe tani je këtu, dhe kjo është e gjitha që ka rëndësi. Folëm me të për orë të tëra. Ajo i tregoi Elirës për nënën tonë, për dashurinë që kishte për vajzën e humbur. Ajo fliste gjithmonë për ty, tha. Tregonte histori për se si ti luante, se si qeshe, se si ishe vajza më e ëmbël në botë. Më tregon më shumë, kërkoi Elira me etje. Dua të di gjithçka. Dhe zonja Vera rëfeu. Tregoi për ditën e rëmbimit, për kërkimet e çmendura, për shpresën që nuk vdiste kurrë. Nëna jote thoshte gjithmonë, ajo do të kthehet, unë e ndjej, dhe kishte të drejtë, sepse ja ku je. Takuam edhe të tjerë, njerëz që e kujtonin Elirën si fëmijë. Të gjithë kishin histori për të treguar, kujtime për të ndarë, dhe çdo histori e bënte Elirën të ndihej më pranë origjinës së saj, më pranë asoj që ishte me të vërtetë. Një ditë vendosëm të shkojmë në shtëpinë ku ajo kishte jetuar me adoptuesit. Ishte një udhëtim i gjatë, por donte ta bënte. Dua që ti ta shohësh, tha. Dua ta kuptosh se ku kam qenë gjithë këto vite. Kur arritëm, shtëpia ishte e vogël, modeste. Elira më qoi brenda. Dhoma e saj ende ekzistonte, por tashmë bosh. Këtu kam jetuar, tha. Këtu kam rritur duke menduar se isha dikush që nuk isha. Preki muret, dritaret, sikur po kërkonte të gjente copëzat e identitetit të humbur. Këtu kisha ëndra të çuditshme. Ëndroja për një vëlla që luante me mua, për një shtëpi me obor, për një nën që gatuante supë me erë mrekulluese. Mendoja se ishin vetëm ëndra, por tani kuptoj se ishin kujtime. Ishin kujtime, konfirmova. Trupi yt, shpirti yt kujtonte, edhe kur mendja jote kishte harruar. Letra vazhdonte me detaje për ditën e rëmbimit, për vendin nga ku ishte marrë, për emrat e prindërve të saj të vërtet. Ishte një rrëfim i dhimbshëm, i mbushur me keqardhje. Elira e lexoi atë letër para meje. Kur mbaroi, mezi mbante fjalët. Ajo e dinte gjithmonë, por nuk tha asgjë. Ndoshta kishte frikë, thash. Ndoshta çfarë? Ndërpreu Elira me zë të ashpër. Ndoshta duhej të kishte guxim? Ndoshta duhej të mendonte për familjen time që po vdiste nga dhimbja? Nuk pata përgjigje, sepse kishte të drejtë. Asnjë justifikim nuk ishte i mjaftueshëm. Por me kalimin e kohës, Elira gjeti paqen. Nuk mund të urrej përgjithmonë, tha një ditë. Ajo grua më rriti, më dha një jetë, edhe nëse ishte e ndërtuar mbi gënjeshtër, dhe tani që e di të vërtetën, mund të vazhdoj përpara.
kjo aftësi për të falur, për të lëshuar hidhërimin, më mahniti. Ajo ishte më e fortë se sa mendoja. Ndërsa jeta vazhdonte, Elira filloi të ndërtonte një jetë të re. Migroi në qytetin tim, gjeti një apartament pranë, filloi të punonte në një organizëm që ndihmonte familje me fëmijë të humbur. Dua të ndihmoj të tjerët si ne, tha. Dua që askush të mos jetojë me atë dhimbje për kaq kohë. Puna e saj ishte frymëzuese, ndihmonte familje që kishin humbur fëmijët, i mbështeste, u jepte shpresë, dhe çdo herë që një fëmijë i zhdukur gjendej, ajo qante nga gëzimi. Çdo herë që ndodh kjo, më tha një ditë, mendoj për prindërit tanë, mendoj se çfarë do të kishin ndjerë sikur unë të isha gjetur kur ata ishin akoma gjallë. Do të kishin qenë njerëzit më të lumtur në botë, i thash. E di, tha duke buzëqeshur me trishtim, dhe kjo më motivon të vazhdoj. Fëmijët e mi u lidhen fort me Elirën, ajo u bë tezja që ata kur nuk kishin pasur. I merrte në shëtitje, u tregonte histori, u dëgjonte problemet e tyre, dhe ata e donin me gjithë zemër. Një ditë, vajza ime më e vogël më tha, "Teze Elira është si angel apo jo?" "Pse thua kështu?" pyeta. "Sepse erdhi nga larg për të na dashur, ashtu si engjëjt." Këto fjalë të vogla nga një fëmijë më prekën thellë, sepse në një mënyrë vajza ime kishte të drejtë. Elira ishte një mrekulli, një dhuratë e dhënë pas aq shumë dhimbjeje. Me kalimin e kohës, Elira filloi të kujtonte gjëra. Copza kujtimesh që ishin të varrosura thellë në nëndjegjen e saj, filluan të dilnin në sipërfaqe. Një ditë ishim duke ecur në park, kur ajo ndali papritur. "Këtë vend e kam parë më parë," tha duke shikuar përreth me sy të hapura. "Ke ardhur këtu si fëmijë," i thash. "Babai na sillte shpesh." "Mbaj mend një lulishte," tha ngadalë, sikur po kërkonte në thellësinë e mendjes së saj. "Dhe një liçen të vogël, dhe ti më thoje të mos shkoja pranë ujit." Zemra më ngriti. "Po, pikërisht kështu ishte. Unë kisha frikë se do të bie në ujë." Elira ul në një stol dhe fshiu lotët që i kishin filluar të rjedhin. "Po kthehem, kujtimi i po kthehet." Nga ajo ditë, kujtimet filluan të shfaqeshin më shpesh. Një erë, një shije, një tingull, çdo gjë mund të shkaktonte një kujtim. Dhe çdo herë që ndodhte, ishte si të gjeje një thesar të humbur. "Mbaj mend një natë kur ra dëbor," tha një ditë. "Ti dhe unë bëm një njeri bore dhe nëna na solli çokoladë të nxehtë." "E mbaj mend," konfirmova. "Ishte e fundit herë që ra dëbor para se të rëmbehesha," mbaroi ajo fjalin. "Është në rregull, mund ta thuash, nuk duhet të kemi frikë nga e kaluara." Dhe kishte të drejtë. Nuk duhet të kishim frikë. E kaluara ishte pjesë e jon, por nuk na përcaktonte. Ne ishim më shumë se dhimbja jon. Vendosëm të shkruajmë historinë tonë. Elira mendonte se do të ndihmonte të tjerët dhe unë rash dakord. Kaluam muaj buvëndur në një libër që tregonte gjithçka: rrëmbimin, vitet e kërkimit, gjetjen përmes ADN-s, takimin dhe jetën tonë tani. Procesi ishte emocional. Shpesh ndaleshim për të qarë, shpesh rikujtonim momente që ishin tepër të dhimbshme për t'u rishkruar, por e mbaruam. Kur libri u publikua, reagimi ishte jashtëzakonshëm. Njerëz nga e gjithë bota na shkruan duke na falenderuar për shpresën që u dham. Familje që kishin humbur të dashur na kontaktuan duke kërkuar këshilla. "Historia jon po ndihmon njerëz," tha Elira një ditë duke lexuar një email nga një nënë që kishte humbur djalin. "Kjo bën që gjithçka të ketë kuptim. Dham intervista, folëm në konferenca, ndam historinë tonë kudo që na thirrën. Dhe çdo herë që një familje tjetër bashkohej fal punës son, ndjejmë se dhimbja jon kishte qenë për një qëllim më të lartë." Një nga gjërat më prekse që bëm ishte të festonim të gjitha ditëlindjet që Elira kishte humbur. Organizuam një festë të madhe ku ftuam të gjithë, familjen, miqt, fqinjet e vjetër. "Sot festojmë jo vetëm një ditëlindje, por 48, shpalla unë. Festojmë çdo vit që humbëm dhe çdo vit që do të kemi së bashku." Elira qau, por këtë herë ishin lot gëzimi. "Nuk e di si të falenderoj," tha, "për gjithçka që ke bërë, për faktin që nuk u dorëzove. Ti e motra ime," përsërita fjalët që i kisha thënë kaq herë, "dhe asgjë në këtë botë nuk do të më bënte të pushoja së kërkuari." Festua me muzikë, vale, ushqim, fëmijët luajtën,
Të rriturit qeshën, dhe për një moment e gjithë dhimbja, e gjithë trishtimi, e gjithë vuajtja duke e largët. Ishte vetëm dashuri, vetëm familje, vetëm lumturi. Elira shprehur dëshirën të vizitonte vende që kishin rëndësi për familjen tonë. Shkuam në shtëpinë ku kishte lindur nëna jon, në fshatin ku babai kishte rritur, në kishën ku ata ishin martuar. Çdo vend kishte një histori, çdo vend mbante një copë të identitetit tonë. Dhe duke vizituar këto vende, Elira ndjehu se po lidhe jo vetëm me mua, por me gjithë trashëgiminë tonë familjare. Në fshatin e babait, takuam xhaxhain tonë të moshuar, vëllain e babait që ende jetonte. Kur pa Elirën, nuk e besoi. Ti je Elira e vogël, tha duke e shikuar me sy plot çudi. Zoti im, je saktësisht si motra jote. Kisha një motër? Pyeti Elira e habitur. Po, vëllai yt, babai yt, kishte një motër që vdiq e re, ti i ngjan saktësisht. Ishte një zbulim që asun nuk e dija. Xhaxhai na tregoi histori për familjen tonë, për stërgjyshrit, për traditat që kishin. Elira thithi çdo fjalë, duke dëshiruar të mësonte gjithçka për rrënjët tona. Ndihem sikur po zbuloj kush jam me të vërtet, tha ajo. Jo vetëm emri im, por tërë historinë time. Nuk ishte gjithmonë e lehtë. Kishte ditë kur Elira zhytej në depresion, kishte net kur nuk mund të flinte, duke menduar për të gjitha vitet e humbura. Pse unë, më pyeste, pse më ndodhi kjo? Nuk kisha përgjigje, sepse nuk ka përgjigje për gjëra të tilla. Ka dhimbje që nuk mund të shpjegohen, humbje që nuk mund të justifikohen. Por çfarë mund të bëja, ishte të isha atje, të dëgjoja, të mbaja dorën e saj kur qante, të i kujtoja se tani ishte e sigurt, se ishte dashuruar, se kishte një vend ku të takonte. Një natë, pas një krize të veçantë rëndë emocionale, më tha: "Ndonjëherë mendoj se do t'ishte më mirë sikur të mos më kishin gjetur, sepse tani e di çfarë i humba, dhe dhem aq shumë." "Jo," i thash me vendosmëri, "nuk mendoj kështu, sepse tani ke mundësinë të jetosh në të vërtetë, jo në një gënjeshtër, por në të vërtetë, dhe kjo ka vlerë çdo dhimbje." Ajo më shikoi me sy të lodhur. "E beson me të vërtetë?" "Po, sepse jemi familje, dhe familja mbështet njëri tjetrin në çdo moment, edhe në më të errtin." Mësova se lumturia nuk vjen gjithmonë nga momentet mëdha. Shpesh vjen nga gjëra të vogla, të thjeshta. Sikur Elira dhe unë gatuanim së bashku, duke ndjekur recetën e vjetër të supës së nënës son. Aroma e supës e mbushi shtëpinë dhe për një moment ndjeva sikur nëna ishte aty me ne. "Këtë aromë," tha Elira duke mbyllur syt, "është sikur e mbaj mend nga dikun të thellë." "Sepse e ke ngrënë," i thash. "Nëna e bënte shpesh." Hëngrëm supën në heshtje, duke shijuar jo vetëm shijen, por edhe lidhjen me të kaluarën tonë. Ose ku shinim fotografi të vjetra, Elira i shikonte me kureshtari, duke përpjekur të identifikonte njerëz, vende, momente. "Kush është ky?" pyeti ajo. "Ky është babai yt, dhe ajo pranë ti e ti, kur ishe 3 vjeç. Dukem kaq të lumtur. Ishim, para se gjithçka të ndryshonte. Por tani po ndërtonim lumturi të reja, tani po krijonim kujtime që do të na mbaheshin gjithmonë." Një nga momentet më të vështira për Elirën ishte vendimi nëse të falte njerëzit që e kishin rrëmbyer. Adoptuesja e saj kishte vdekur, por familja e saj ende ekzistonte. Disa nga ta e kontaktuan, duke kërkuar falje për atë që kishte ndodhur. Nuk e dinin, thonin, nuk ishin të përfshirë. Elira vendosi t'i takonte. Ishte një takim i tensionuar, plot me emocione të përziera. Por në fund, ajo tha diçka që më befasoi. "Unë ju fal," tha, "jo sepse meritoni, por sepse unë meritoj paqe. Nuk mund të jetoj me urrejtje në zemër. Kjo do të më shkatërronte." Dhe në atë moment kuptova se sa e fortë ishte motra ime. Ajo kishte përjetuar dhimbje të pabesueshme, por nuk e lejoi atë ta e shndronte në një person të hidhur. Vendosëm të krijojmë një fondacion në kujtim të prindërve tanë. Një fondacion që ndihmonte familje me fëmijë të zhdukur, që financonte kërkime ADN-je, që ofronte mbështetje psikologjike. "Ky është trashëgimia e tyre," tha Elira në hapjen e fondacionit. "Dashuria e tyre, shpresa e tyre, kërkimi i tyre i palodhur. Ne do ta vazhdojmë punën e tyre, duke ndihmuar të tjerët të gjejnë atë që kanë humbur." Fondacioni rriti shpejt, njerëz nga e gjithë vendi kontribuan, dhe brenda disa viteve
kishim ndihmuar në bashkimin e 10 familjeve. Çdo herë që merrnja një telefonat duke thënë e gjetëm, zemra më mbushej me gëzim, sepse e di se diku një familje po përjetonte atë moment magjik të bashkimit, atë moment që ne i kishim pritur për dekada. Një mbrëmje, Elira dhe unë ishim ulur në verandën e shtëpisë sime, duke shikuar perëndimin e diellit. Ishte një moment i qetë, i paqt. A mindon ndonjëherë se si do t'ishte jeta sikur asgjë të mos kishte ndodhur? Më pyeti. Çdo ditë, u përgjigj, por pastaj kuptoj se nuk mund të ndryshoj të kaluarën, mund vetëm të përmirësoj të ardhmen. Kam hungur aq shumë, tha ajo me zë të butë, por kam fituar edhe, kam fituar forcën, kam fituar perspektivën, kam fituar vlerësimin për gjërat e vogla. Dhe më ke mua, shtova. Po, buzëqeshi, dhe të kam ty, dhe kjo është më e rëndësishmja. Qëndruam në heshtje, duke shijuar momentin, sepse në fund të ditës ishte kjo që kishte rëndësi. Jo dhimbja e së kaluarës, por dashuria e tashmes. Jo vitet që humbëm, por momentet që po krijonim. E di çfarë më ka mësuar kjo përvojë? Tha Elira duke kthyer kokën për të më shikuar. Se koha nuk është çfarë mendon, nuk janë vetëm vite, muaj, ditë, është cilësia e momenteve. Dhe një moment i vërtet dashurie vlen më shumë se 100 vite gënjeshtrash. Fjalët e saj më prekën thellë. Ke të drejtë, dhe ne do ta mbushim çdo moment të ardhshëm me dashuri. Do ta kompensojmë kohën e humbur duke jetuar plotësisht tani. Dielli po zhytej ngadalë në horizont, duke lënë pas ngjyra portokalli dhe vjollës që ndriçonin qiellin. Ishte i bukur, ishte i paqt, dhe për herë të parë në dekada, ndjeva një paqe të plotë në zemër. Muajt që pasuan ishin një udhëtim i vazhdueshëm shërimi për të dy. Elira filloi të shkonte te një terapist që specializohej në trauma. Në fillim ishte skeptike. Çfarë mund të më thotë dikush që nuk e ka jetuar këtë? Pyeti. Ndoshta pikërisht për këtë arsye mund të ndihmoj, sepse sheh gjërat nga jashtë, pa u qenë involvuar emocionalisht. Me këmbgulje, shkoi, dhe ngadalësisht filloi të shihte ndryshime, filloi të flinte më mirë, të buzëqeshte më shpesh, të lëshonte fajin që mbante për gjërat që nuk ishin faji saj. Terapistja më tha diçka interesante, më rrëfeu një ditë. Tha se unë kam mbijetuar diçka që shumë njerëz nuk do ta përballonin, dhe vetëm fakti që jam këtu, që po përpiqem të ndërtoj një jetë të re, është një akt trimërie. Ajo ka të drejtë, ti e gruaja më e fortë që njoh. Jo, kundërshtoi ajo. Ne jemi të fortë, sepse e kemi bërë këtë së bashku. Dhe kishte të drejtë. Asnjëri prej nesh nuk do ta kishte arritur vetëm. Ishte fuqia e lidhjes tonë, e dashurisë familjare që na mbante në këmbë. Gjithashtu, fillova të shkoja edhe unë te një terapist, sepse kuptova se edhe unë kisha plagë që duheshin shëruar. Faji që ndjesha për të mos qenë aty kur ajo u rrëmbye. Hidhërimi për vitet që prindërit tanë jetuan në dhimbje, e gjithë barra emocionale që kisha mbajtur për dekada. Nuk është faji yt, më tha terapistja. Ishe një fëmijë, nuk mund të kish bërë asgjë. Por që ta dëgjosh është një gjë, ta besosh është tjetër. Zgjati muaj për ta pranuar me të vërtet. Por ngadalë, fillova të lëshoja. Fillova të fala veten. Një traditë që krijuam ishte mbrëmjet e rrëfimeve. Një herë në javë, Elira vinte në shtëpinë time dhe pas darkës uleshim dhe tregonim histori. Ajo tregonte për jetën e saj, për njerëzit që kishte njohur, për vendet ku kishte jetuar. Unë tregoja për familjen tonë, për nënën dhe baban, për momentet që ajo kishte humbur. Këto mbrëmje ishin të shenjta për ne. Ishin momente ku coptoheshin plotësisht, ku nuk kishte asgjë të fshehur, asgjë të pashprehur. Një natë, Elira më tha për një ëndër që kishte pasur her pas here gjatë gjithë jetës së saj. Ëndëroja se isha në një shtëpi të madhe, plot me njerëz që nuk i njihja, por që dukeshin të njohur, dhe kërkoja për diçka, por nuk e dija se për çfarë. Zgjohesha gjithmonë me një ndjenjë boshllëku. E di tani se për çfarë po kërkoje? Pyeta. Po, tha duke buzëqeshur me lot në sy. Po kërkoja për shtëpi, po kërkoja për familje, po kërkoja për ty. Këto momente intimiteti, të ndarjes së thellë, na lidhen edhe më shumë. Nuk ishim më vetëm vëlla dhe motër nga gjaku. Ishim shok shpirtëror që kishin gjetur njëri tjetrin pas një udhëtimi të gjatë dhe të dhimbshëm.
Vendosëm të mos jetonim në hije të së kaluarës. Vendosëm të festonim jetën në çdo mundësi. Bëm udhëtime, vizituam vende të reja, krijuam kujtime të bukura. Shkuam në det së bashku, diçka që Elira nuk e kishte vërë shpesh. Kur pa ujin e gjerë të kaltërt, syt i shkëlqyen si të një fëmije. Është kaq i bukur, tha duke vrapuar drejt bregut. Ndjehesha sikur e shihja motrën time 7 vjeçare përsëri, plot jetë dhe entuziazëm. Luajtëm në ujë, ndërtuam kështjella në rënd, qeshëm derisa na dhembën stomakët. Dhe për një moment nuk kishte dhimbje, kishte vetëm lumturi të pastër. Faleminderit, më tha ajo kur ishim duke shikuar perëndimin nga bregu. Faleminderit që më solle këtu. Faleminderit për gjithçka. Nuk ke pse të falenderosh, i thash duke e përqafuar. Familja është aty për këtë, për të krijuar momente të bukura së bashku. Organizuam gjithashtu një fest të madhe për përvjetorin e një viti nga bashkimi ynë. Ftutëm të gjithë njerëzit që kishin pjesë e udhëtimit ton, miqt, fëmijët, kolegët, antarët e fondacionit. Ishte një fest plot emocionesh. Disa qanin, disa qeshnin. Të gjithë ndanin gëzimin ton. Elira mbajti një fjalim që preku çdo zemër në dhomë. Një vit më parë, nuk e dija se kush isha. Nuk e dija nga vija. Nuk e dija nëse kisha një vend në këtë botë. Por sot, këtu, e rrethuar nga ju të gjithë, e di. E di se jam Elira. E di se jam motra e këtij burri të mrekullueshëm. E di se jam pjesë e një familjeje që më do. Dhe kjo është gjithçka që kam nevojë. Këto fjalë na mbushën me një kënaqësi të thellë, sepse nëse dhimbja jon mund të ndihmonte edhe një familje të gjente paqen, atëherë kishte vlerëtër. Natyrisht, nuk ishte gjithmonë e lehtë. Kishte ditë kur të kaluara na godiste si një vale fuqishme. Ditë kur Elira bien të depresion të thellë, duke menduar për të gjitha vitet e humbura me prindrit tan. Asnjëherë nuk do të takoj nënën time, qante ajo. Asnjëherë nuk do të dëgjoj zërin e saj duke më thënë se më do. Asnjëherë nuk do të përqafohet nga babai im. Çfarë mund t'i thuash dikujt në ato momente? Çfarë ngushëllimi ka për një humbje kaq të madhe? E mbaja vetëm, i lija të qante, dhe kur lotë e saj thaheshin, i flisja për prindrit tan, i tregoja se sa shumë e donin, se çdo ditë të jetës së tyre menduan për të, se dashuria e tyre për të ishte aq e madhe, sa te kalonte edhe vetë vdekjen. Ata janë këtu, i thoja, në zemrën tënde, në kujtimet e mia, në çdo gjë të mirë që bën. Ata jetojnë përmes nesh, dhe ngadalë do të qetësohej, do të gjente forcën për të vazhduar. Edhe unë kisha momentet e mia. Shpesh, në mes të natës, zgjohesha duke ndërruar për baban, e shihja duke qarë, duke më pyetur pse nuk e kisha gjetur Elirën kur ai ishte akoma gjallë. Bëra gjithçka që munda, babi, i thoja errësirës. Të premtoj, bëra gjithçka. Por faji nuk largohet lehtë. Duhet punuar me të çdo ditë. Duhet të zgjedhësh të falësh veten, edhe kur nuk beson se meriton. Një ditë, gjyshi im, babai tim, vdiq në moshë shumë të thyer. Ishte 102 vjeç dhe kishte jetuar aq gjatë sa shihte gjenerata të tëra të familjes. Në shtratin e vdekjes, më thirri pranë. A e gjete? Pyeti me zë të dobët. Po gjysh, i thash, e gjeta Elirën, është këtu. Dëshiron të takosh? Syti u ndriçuan. Po, kaq shumë. Elira erdhi në dhomë dhe u ul pranë krevatit. Gjyshi e shikoi për një kohë të gjatë, me sy plot lot. Ti je Elira e vogël, tha. Ti je vajza që gjyshi yt kërkoi gjithë jetën, dhe tani je këtu. Po jam këtu, tha Elira duke mbajtur dorën e tij të vjetër dhe të rrudhur. Tregome për prindrit e tu, kërkoi ai. Dua të di nëse ata ishin të lumtur në fund. Elira dhe unë i treguam për baban dhe nënën, për dashurinë e tyre, për shpresën e tyre që nuk vdiq kurrë. Gjyshi dëgjoi çdo fjalë, duke buzëqeshur mes lotësh. Ishin fëmijë të mirë, tha, dhe ti je një grua e mrekullueshme. Jam krenar për familjen tonë. Vdiq atë natë me paqe në zemër, dhe në funeral, Elira mbajti një fjalim që bëri të gjithë të qanim. Nuk e njoh gjyshin shumë, tha Elira, por e di se ai ishte pjesë e një familjeje që nuk u dorëzua kurrë, që kërkoi me dashuri, që shpresoi me besim, dhe kjo është trashëgimia që ai na la. Një trashëgimi që unë do ta ruaj dhe do ta kaloj te fëmijët e mi. Fjalët e Elirës për fëmijët e saj më bën të mendoja për të ardhmen. Aja nuk kishte fëmijë ende, por shprehte dëshirën të krijonte një familje. Dua që fëmijët e mi të dinë historinë tonë,
Dua që ata të kuptojnë nga vinë se çfarë ka kaluar familja jonë. Dua që ata të dinë se dashuria gjithmonë fiton. Brenda disa vitesh, Elira u martua me një burr të mrekullueshëm që e kuptonte dhe e mbështeste. Dasma ishte një festë e bukur, ku folën për prindrit tan, ku ndam fotot e tyre, ku i bëm pjesë të ceremonisë edhe në mungesë të tyre. Sot martohem, tha Elira në fjalimin e saj, por nuk jam vetëm. Jam e rrethuar nga dashuria e një familjeje që luftoi për mua, nga kujtimi i prindërve që më donin pa mas, nga mbështetja e një vëllai që nuk u dorëzua kurrë. Dhe kjo dashuri është themeli i jetës sime të re. Kur lindi fëmia i saj i parë, një vajzë e vogël me sy të mëdhenj dhe buzëqeshje të ndritshme, e quajti me emrin e nënës son. Kështu ajo do të jetojë, më tha Elira mbajtur beben në krah. Nëna jon do të jetojë përmes kësaj vajze të vogël, dhe on do t'i tregoj çdo ditë se sa mrekullueshme ishte gjyshja e saj. Mbajtja në krah mbesën time, shikoja fytyrën e saj të vogël dhe ndjeva një lidhje që kalonte gjeneratat. Ishte sikur një rreth ishte mbyllur. Ishte sikur dhimbja kishte gjetur kuptim. Përmes fondacionit ton, takuam 10 familje që kishin përjetuar humbje të ngjashme, secila kishte një histori unike, por të gjitha ishin të lidhura nga e njëjta dhimbje, e njëjta shpresë. Një qift na rrëfeu se kishin humbur vajzën para 30 vjetesh. Kemi lexuar historinë tuaj, than, dhe na dhat guxim të provojmë edhe një herë. Bëm testin e ADN-s dhe po presim rezultatet. Muaj më vonë, na kontaktuan përsëri. Kishin gjetur vajzën e tyre. Ishte e gjallë, jetonte në një vend tjetër dhe ishte gati të takohej me ta. Pa ju nuk të ta kishim bërë, than me slotësh. Faleminderit që na treguat se shpresa ekziston. Një tjetër grua që kishte humbur djalin kur ishte foshnje, na tha: "Lexova historinë tuaj dhe qava për ditë të tëra. Jo sepse isha e tristuar, por sepse për herë të parë në jetën time ndjeva se dikush më kuptonte, se dikush e dinte dhimbjen që mbaj. Këto takime na forconin, na kujtonin se nuk ishin vetëm, se kishte mijëra familje që kalonin të njëjtën vuajtje, dhe nëse ne mund t'i ndihmonim edhe vetëm pak, atëhere puna jon kishte kuptim." Një ditë, Elira dhe unë ishim duke shëtitur në parkun ku kishim luajtur si fëmijë. Kishim ardhur këtu shpesh në vitet që kaluam, dhe çdo herë gjeje paqe. "E di se çfarë mendoj?" tha ajo duke ulur në një stol. "Mendoj se koha është e çuditshme. 40 vjet më duken sikur një përjetësi dhe një moment në të njëjtën kohë." "E kuptoj çfarë do të thuash," i thash duke ulur pranë saj. "Ndonjëherë sikur dje ishte kur luanim këtu, ndonjëherë sikur kanë kaluar shekuj. Por e rëndësishmja," vazhdoi ajo, "është se je gjetur dhe tani kemi kohë. Ndoshta jo aq sa do të donim, por kemi." Kishte të drejtë. Nuk mund të kthenim vitet e humbura, por mund të jetonim plotësisht tani. Mund të vlerësonim çdo moment, mund të donim pa kufi. "Premto diçka," më tha duke më shikuar në sy. "Premto se do të vazhdojmë të jemi familje, pavarësisht çfarë ndodh. Premto se do të mbajmë gjallë kujtimin e prindërve tan. Premto se dashuria jon nuk do të zbeh kurrë." "Premtoj," i thash duke e përqafuar. "Me gjithë zemër, premtoj." Sot, vite pas bashkimit tan, jeta ka gjetur një ritëm të ri. Elira jeton pranë, fëmijët e saj luajnë me niprit e mi dhe ne jemi një familje e plot. Çdo fundjavë mblidhemi për drek, gatuajmë recetat e nënës son, tregojmë histori për baban ton. Mbajtëm gjallë kujtimin e tyre përmes fjalëve, të ushqimit, të dashurisë. Fëmijët tan pyesin shpesh: "Si ishte gjyshja? Si ishte gjyshi?" Dhe ne u tregojmë për dashurinë e tyre, për sakrificën e tyre, për shpresën e tyre që nuk vdiq kurrë. U tregojmë se si babai kërkoi kudo, se si nëna lutej çdo ditë. U tregojmë se si dashuria e tyre mbajti gjallë shpresën për 40 vjet. Ata ishin heronj, i themi ne, dhe ju jeni trashëgimtarët e heronjve. Fondacioni ynë ka rritur shumë. Kemi ndihmuar në bashkimin e qindra familjeve. Kemi krijuar një rrjet mbështetjeje për persone që kërkojnë të dashurit e humbur. Dhe çdo ditë marrim mesazhe falënderimi. Një mesazh veçanërisht prekës erdhi nga një nën që kishte gjetur djalin pas 50 vjetesh. Shkruante: "Jam 80 vjeç. Mendoja se do të vdisja pa e serë djalin tim përsëri, por fal punës suaj e gjeta, dhe tani në vitet e mia të fundit kam paqe.
faleminderit që nuk u dorëzuat, faleminderit që na dhat shpresë. Mësova se jeta nuk është bërë nga momente të mëdha spektakolare, është bërë nga momente të vogla, të thjeshta, që mbajnë kuptim të madh. Si mëngjesi kur Elira vjen për kafe dhe ndenim në heshtje, duke shijuar thjesht praninë e njëri tjetrit. Nuk na duhen fjalë, vetëm të jemi së bashku është e mjaftueshme. Sikur vajza e saj më therr Xhaxha dhe vjen duke vrapuar për një përqafim. Në atë moment, shoh motrën time 7 vjeçe dhe zemra më mbushet me gëzim. Sikur shkojmë bashk në Vareze dhe vendosim lule të freskëta, qëndrojmë në heshtje, duke u lidhur me prindrit tanë në mënyrën tonë, dhe ndjejmë sa ata janë aty, duke buzëqeshur, duke qenë të lumtur që familja e tyre është bashkuar përsëri. Këto momente të vogla janë gjithçka. Janë arsyeja pse vlera të presnim, janë arsyeja pse dashuria viton gjithmonë. Elira dhe unë jemi ftuar të flasim në konferenca ndërkombëtare, të ndajmë historinë tonë me mijëra njerëz. Çdo herë është e vështirë, sepse do të thotë të hapësh plagët, të rikujtosh dhimbjen, por e bëjmë, sepse e dimi se ka njerëz në audiencë që kanë nevojë ta dëgjojnë, që kanë humbur shpresën, që mendojnë se nuk ka zgjidhje. Shpresa nuk ka afat skadence, nuk ka kohë kur duhet të dorëzohesh, sepse kur do në mënyrë të pakushtëzuar, kur beson me gjithë zemër, mrekulli ndodhin. Elira shton. Dhe edhe nëse mrekullia nuk vjen ashtu si të pret, dashuria që jep gjatë pritjes ka vlerë, sepse dashuria nuk humbet kurrë, ajo jeton, ajo ndryshon jetë, ajo krijon kuptim. Pas çdo prezantimi, njerëz vinë tek ne duke qarë, duke na falenderuar, duke na treguar historitë e tyre, dhe ne i dëgjojmë të gjitha, sepse çdo histori ka rëndësi, çdo dhimbje meriton të njihet. Një natë, Elira dhe unë shkuam në Kodër për të shikuar yjet. Ishte një natë e kthjellët pare, dhe qielli ishte plot me yje që shkëlqenin. "Çfarë mendon se janë?" pyeti ajo duke shikuar lart. "Yjet? Janë bota të tjera," i thash, "vendet e largëta që nuk do të vizitojmë kurrë." "Jo," tha ajo duke buzëqeshur, "janë shpirtrat e atyre që kemi dashuruar, që na shikojnë, që na mbrojnë, që na udhëheqin." Deshi të besoja, dhe ndoshta besoja, sepse në atë moment, duke shikuar qiellin, ndjeva një paqe të thellë, sikur nëna dhe babai ishin aty, duke na shikuar, duke qenë krenar për ne. "Nëse janë aty," tha Elira, "dua që të dinë se jam e lumtur, se kam gjetur rrugën time, se dashuria e tyre nuk ishte e kotë." "Ata e dinë," i thash me bindje, "diku, në atë dimension që nuk e kuptojmë, ata e dinë dhe janë të lumtur." Qëndruam atje për orë të tëra, në një qiell plot yje, duke ndarë heshtje që ishte më e fuqishme se çdo fjalë. Vendosëm të shkruajmë letra për fëmijët tanë për të kuptuar kur të rriten. Letra që spjegojnë historinë tonë, mësimet që kemi mësuar, dashurinë që duam të kalojmë. Letra ime fillon kështu: "Fëmijët e mi të dashur, kur të lexoni këtë, ndoshta unë nuk do të jem më këtu, por dua që të dini diçka. Dua që të dini se jeta nuk është e përsosur, ka dhimbje, ka humbje, ka momente kur do të mendoni se nuk mund të vazhdoni, por ka gjithashtu dashuri, ka shpresë, ka momente kur mrekulli ndodhin, dhe nëse ruani zemrën të hapur, nëse vazhdoni të besoni, nëse mos dorëzoheni kurrë, do të gjeni atë që kërkoni." Motra ime teze Elira u rrëmbye kur ishte 7 vjeç. Mendova se e kisha humbur përgjithmonë, por pas 40 vjetësh e gjeta, dhe ajo gjetje më mësoi diçka të rëndësishme. Kurrë nuk është vonë për dashuri, kurrë nuk është vonë për shpresë, kurrë nuk është vonë për mrekulli. Kështu që kur jeta ju godet, kur mendoni se nuk ka rrugdalje, mbani mend historinë tonë, mbani mend se dashuria fiton gjithmonë, dhe mos u dorëzoni kurrë. Elira shkroi një letër të ngjashme për fëmijët e saj, dhe kur i lexuam letra njëri tjetrit, qam, sepse ishin më shumë se fjalë në letër, ishin testamentet e jetëve tona. Sot, ndërsa shkruaj këto fjalë, jam një njeri i moshuar, flokët e mi janë bërë plotësisht bardh, trupi im ka lodhur, por zemra ime është plot. Elira jeton 2 shtëpi larg, çdo mëngjes del në balkon dhe më bën me dorë. Unë i përgjigjem, dhe ky ritual i vogël, i thjesht, është një nga gjërat më të bukura në jetën time. Fëmijët tanë kanë rritur,
Niprit dhe mbesat janë tani të rritur me jetat e tyre, por çdo fundjavë mbledhemi. Çdo fundjavë rikujtojmë historinë tonë, çdo fundjavë falenderojmë për atë që kemi. Ndonjëherë, njerëzit më pyesin, a ja vlen të presësh kaq gjatë? A ja vlen dhimbja? Dhe përgjigjja ime është gjithmonë e njëjtë. Po, sepse dashuria ja vlen, familja ja vlen, dhe shpresa, ajo shpresë që nuk vdes kurrë, ja vlen çdo lot, çdo dhimbje, çdo vit të humbur. Motra ime u rrëmbye në moshën 7 vjeç. 40 vjet më vonë, ADN-ja na bashkoi, por e vërteta është se nuk ishte ADN-ja, ishte dashuria që nuk vdiq kurrë, ishte shpresa që nëna ime mbajti gjallë çdo mëngjes kur dilte në portë, ishte kërkimi i palodhur i babait tim, ishte lutja e vazhdueshme që familja jon nuk u dorëzoa. Dhe sot kur shoh motrën ime duke luajtur me niprit, kur e dëgjoj atë të qeshur, kur e përqafoj dhe ndjej ngrohtësinë e pranisë së saj, e di se çdo lot ka vletur, çdo natë pa gjumë, çdo ditë e mbushur me dhimbje, gjithçka ka vletur për këtë moment. Nëse po lexoni këtë histori dhe keni humbur dikë që e doni, dua t'ju them diçka. Mos u dorëzoni kurrë. Edhe kur bota ju thot se nuk ka shpresë, edhe kur vitet kalojnë dhe gjithçka duket e pamundur, mos u dorëzoni. Sepse dashuria është më e fortë se çdo gjë tjetër në këtë botë. Dashuria te i kalon kohën, te i kalon distancën, te i kalon edhe vetë vdekjen. Nëna ime vdiq pa e serur motrën ime, babai im po ashtu, por dashuria e tyre, kërkimi i tyre, shpresa e tyre jetojnë përmes nesh, jetojnë përmes çdo përqafimi që ndaj me motrën time, përmes çdo buzëqeshjeje të nipërve tan, përmes çdo histori që tregojmë. Dhe kjo është mrekullia e vërtet. Jo vetëm se u gjendëm, por se dashuria që na lidhi kurrë nuk u shkatrua. Ajo vetëm priti. Priti me durim, priti me besim, dhe në fund triumfoi. Sot është një ditë e zakonshme. Dielli po lind. Era e mëngjesit sjell aromën e kafes që Elira po gatua në kuzhinën e saj. E dëgjoj duke kënduar një këngë të vjetër që nëna Jonja këndonte kur ishte fëmijë. Një këngë që ajo nuk e kujtonte me mend, por që zemra e saj e mbante gjallë. Në disa minuta do të dalë në balkon. Do ta shoh duke dalë edhe ajo. Do të bëjmë me dorë njëri tjetrit dhe do të fillojë një ditë e re. Një ditë ku ne jemi familje, ku dashuria fiton, ku shpresa jeton, dhe kur shoh mbrapa në të gjitha ato vite të humbura, në të gjitha të dhimbje, nuk ndihem më i hidhëruar, ndihem i bekuar, sepse në fund gjeta atë që kërkoja, gjeta motrën time, gjeta një pjesë të shpirtit tim që mendoja se ishte zhdukur për gjithmonë. Historia jon nuk është një histori e fatit, është një histori e zgjedhjes. Zgjedhja për të dashur, zgjedhja për të shpresuar, zgjedhja për të mos u dorëzuar kurrë. Dhe nëse ka një gjë që dua që bota të kuptojë nga kjo histori, është kjo. Dashuria është më e fuqishme se dhimbja. Shpresa është më e fortë se dëshpërimi. Dhe familja e vërtet, e ndërtuar mbi dashuri të pakushtëzuar, është ajo që na mban në këmbë edhe në momentet më të errta. Motra ime u rrëmbye në moshën 7 vjeç. 40 vjet më vonë, ADN-ja na bashkoi. Por dashuria na kishte mbajtur gjithmonë të lidhur. Dhe tani, çdo ditë që kalojmë së bashku është një dhuratë. Çdo moment është një mrekulli. Çdo buzëqeshje është një fitore ndaj errësirës që përpiqej të na ndante. Dhe kështu mbyllet kjo histori. Jo me një fund, por me një fillim të ri. Sepse çdo ditë që zgjohem dhe e di se motra ime është pranë, është një fillim i ri. Një mundësi e re për të dashuruar. Një shans i ri për të jetuar plotësisht. Kjo është historia jon, një histori dhimbjeje dhe shërimi, e humbjes dhe gjetjes, e errësirës dhe dritës, dhe mbi të gjitha, një histori dashurie që nuk vdiq kurrë. Faleminderit që e dëgjuat, faleminderit që ndat këtë udhëtim me ne. Dhe nëse merrni një gjë nga kjo histori, le të jetë kjo. Mos u dorëzoni kurrë. Dashuria gjithmonë gjen një rrugë.